besim se nëse e ka fy ose e ka shantazhu njëri tjetrin. Që të është problemi që në këto diskutimet në për media, së mos kur ka 10 kandidatë, si që është të rasti Mitrovicës Veriut, apo edhe i Drenasit e komunave tjera, lem pak hapësirë për me shprej konkretisht premtime. Në anën tjetër nuk po shoh ende që dikush i ka qitën në letër, ndoshta Orhan Ismaili ka qenë më i hershëm, kom dëgju që edhe LDK është në proces të hartimit të një platforme cila kam i publiku gjitha ato çka është bo dhe çka premtohet me u bo. Kjo problemi që sidomos në Prishtinë prej vitit kur e ka marrë mandatin e parë Shpend Ahmeti, ne qeverisim me rendera. Unë i gjeta videot e fushatës zgjedhore 2 të Shpend Ahmetit edhe të parës të përparim Ramës, edhe nëse i bëm bashkë ato, del dikon një video me 16 minuta nëse s'gaboj, edhe aty e ki një paraj që do të krijohet në Prishtinë, ku mas si vjet i çdo është me qenë një qytet që nuk e njohur. Ndoshta qytetarët edhe me këtë janë ngi për shkak se nuk i besojnë më as syve të tyre, edhe kur ja vizaton edhe kjo ju ka ndodhur sidomos në komunën e Prishtinës, ata që kanë qenë më të aftë me i bo këto projeksione përmes videove me rendera e high-tech. Mirë po, më shumë po pres prej fushatës apo prej identifikimit të problemeve që mediat javë të regojnë kandidatëve, se ajo që kemë po, kërsa kom qenë nga, po është që shpesh kryetarët e komunave nuk është që dhe i dinë sakt problemet, ose premtojnë diçka që nuk është mandatën e tyre. As mandatën e tyre, se më premtime zgjidhet problemi të Urës Mitrovicës që premtoj ke Agim Batiri e tjerë. 2 mandate i ka fitu, jo 1, 2. Po nëse shohim raportin e fundit gapës e përket premtimeve, një pjesë e madhe e premtimeve që s'kan fillu hiç me u zbatu janë kryesisht kompetencë e komunave. Nuk ka asnjë ndërlidhje me nivelin qendror. Megjithatë, duhet me ekzistu një reformë e madhe e qeverisjes lokale, për shkak se ligji për qeverisje lokale është pjesë e pakostatistarit dhe kërkon aprovim dyfisht më ndryshu. Edhe ato 17 apo në nenin 17 gjithë ato pikat e kompetencave vetanake që kanë bota është ndër vite është që për secilën kompetencë që ka dhënë komunës e kanë bërë një ligj që ja merr atë kompetencë. Thonë që është përgjegjëse për menaxhimin e mbetorinave, por tani e ki një kompani e cila është rajonale, shpesh komunat e vogla nuk kanë fuqi për me vendos vendimarrjen. Ka përgjegjësi për ujësjellës, pastaj niveli qendror i refuzon siç ka ndodhur më herët edhe me Prishtinën ku nuk e kalon fare me qenë pjesë e bordit. Pastaj ki bllokime, po mendoj kjo kontratës kolektive është e qëllimshme për niveli qendror, që me i blloku komuna të cilat nuk janë pjesë e partisë në pushtet. Edhe këto inate politike po na kushtojnë me miliona euro çdo vit. Për shkak se ajo kontratë kolektive është nënshkruar në kohën e shumë herët para se me ardhë